me kapuqa është një traditë e vjetër shqiptare e trashëguar brez pas brezi që vazhdon të ruhet me krenari në komunën e Istogut. Çdo fundjavë, banor nga fshatra të ndryshme mblidhen në odat e fshatit, ku me këngë burimore, valle tradicionale, anekdota plot humor e recitime të zgjedhura rikthejnë gjallërinë e kohëve të shkuara. Në këtë atmosferë vëllazërore, luhet loja e kapuqave, një lojë që zgjon kujtime të bukura dhe nostalgji nga fëmiria, duke i mbushur odat për plot me njerëz që e presin me padurim këtë natë të veçantë. Gjatë mbrëmjes, çaji i rusit u shërbye sipas traditës, ashtu siç u ka hije odave të vjetra. Në prapaskenën e këtyre netëve plot jetë qëndron Shasivar Haxhiaj, organizatori që me dashuri për të kaluarën po ndërton ura mes brezave. Në od jehuan këngët patriotike. Që nga rinia e hershme e deri më sot, për 65 vite me radhë, historiani Sadek Baca ka qenë pjesë e pandashme e kësaj loje. Unë i kom bot 80 vjetë. Me 15 maj i bëj fiks 80 vjetë. Loj kapuqa u kom fillu dikon me lujt moshen 15 vjeqare. O kom shtirë në atë kohë me hi në të burrave. Po mas rësha atje i thefshim trapazan, apo në dysheklak, apo në abehone, e ndan nga dal një miqi jam, një baci muq, ma prej. Do thësa di bata ka lujt kapuqa, dikon lujt që 65 vjetë. Dikon odat burra, kom lujt 200 odat burrave. E dikon shtete kom mujt base, po qëre, këtë shtypi shimnis me shkru edhe Kosovës që kom mujt basën e me mujt kush bes të mëcanë. Kështë e vërtet. Me 3 prill 2023, unë jam Mendeliaj, Arben Kabashi edhe Dardan Kalishoni ishim në dajt që rëbraburra. Dikush bes më alë vetë ka lujt kapuqa dhe hishk manina. Unë e kom qenë dajto edhe kem lujt kapuqa i kom prezent 6-8 loj. Bile, një unë i ke pas Amin Mohamed, e ke pas një lanes. Thash, apa ma po qatë lanes, do është me ka ashtis në loj. Dhe pa thonë kështu, me pa di që vjen ti në dajt, isha dalë mërini, kisha thonë ati policët, mos e le basin me hinë Shqipëri. Kjo është e vërtet. Në dimrat e ftohtë, kur energjia elektrike ishte një mungesë e madhe, loja e kapuqave sillte dritë në odat shqiptare. Në vjetët mija s'kem pas rrygë, s'kem pas dritë, po me lam bazë ju ka matë dyllës, besel me lam ke njët kapuqa. Kapuqat luhen 10 kapuqa, jonë 2 par anek, nej, jonë nishë, po këta të shpimi nej, lojt gabimisht, lojt e kapuqa në shkruen ata që luj me letra, pa lojt e kapuqa mjenë nërë edhe për ullë, 100 copa. 100 copa këtë dhe bëshqoni në shtarin. Unë me thonë për tetën, kër mujtë kapuqa, pa ka këto që më kanë mujtë, por i kë mujtë më shumë. Kapuqa të në lusë si dhe mas gjatë stinës dimnit. Të njëherë s'ka pas televizor, s'ka pas mendje, por ka lujt dimnit, si dhe mas ka ronza, pera koshe këtu, por kapuqat, Hone donë, që ka lujt rëgova kanë qetë 6 muj dimën, 6 muj verë. E ka lujt kapuqa në rëgovë non stop, çdo herë ka lujt. Dhe kapuqat palë, Shasivarit, e shumë të tjerve,
e kem rinjallë, jem të kultivu, jem të e zhvillu lojën e kapuqave që është traditë kombëtare shqiptare. Shqiptarët o vllazën, s'kan mujë, s'kan luftuar vetëm me një kompetut, po me ujtë vlerat kombëtare. Shqiptarët kanë shumë vlera, kanë gjuhën, kulturën, historinë, adheun, kombin, lojta kapuqeve të gjitha të tjera. Ju dua shumë, ju pafsha derë, o Vasil Nikshi, faleminderit. Kur erdhën tupanat, burrat u ngritën në këmbë dhe filluan të kërcenin. Kur filloi loja e kapuqave, Sadek Baca shpjegoi çdo lëvizje për ata që nuk i din rregullat e lojës. Njën 10 dorza, na i thejmë kapuqa. Njën e qiti pare, qiti. Qopë se nëzan këj për u dhe i mërë 10 copa. Qopë se nuk e nëzan, e më shep prap. Tash këj prap ka mi lyp. Një je për ta e 2 merë për veti. I merë 10 copa. Kapuqin e 4 dhe e dimen, e merë e që kam shep. E 8, 7, 6, 3. A kem kjarë? Që që shkojta? Tash qëre, këj për shep. Që? Tash këj ka det me morë një për u dhe. Që? Kom që e merë një për u dhe. Që e merë një për u dhe. Kom që e që? Tash a jam shep edhe një. Tash në bazi, Tash në bazi. Këj një je për ta, e 2 merë për veti. Kom që e merë 2 për veti, merë 10 që. Tash që e mirë. Që të mënyrë praktike. Këj një je për ata. Kom që e den ta, e më shep aja pet. Që? Ska gjanë. Tash 2 ka për veti. 2 10 që. Një merë. Tash këj i lau. Tash ti i lau. E lau 10 që. Tash ti ka lënë 8. 8 i shkon e tyne. 8 që. E morë për shkujta. Kop që shkon deri plumin, kapuqin e non e merrem shep kë prap. Tash këtë ka det me moni për u dhe. Që e morë nuk onda. A jam shep edhe herë. Jam shep edhe herë. Që e boci? Jam shep edhe herë. Shep edhe herë. Tash ata japin një për ata. Këta japin një për ata. Për ta. Sa raunde do të mu lujt? Din 100 copa. 100? Po, që. Ska, ja dha për ta. Edhe 2 kam qëpë se e nëzan 2 merë 10 që. E fitusin këtë rast, qka fiton, me qka shpërblejet? Kur gjohë e që knojnë. Që? 10 sopa e këtyne e jadhan. Që e gjeti kënë numër kapuqin e 4. Kapuqin e 4 këtu shkojnë 10. Si që do tradita, humbësit futën në qendër dhe për rreth tyre këndohen këngë nga më të ndryshmet. Këtëherë, mikpritja i ishte besuar odës së fshatit Kaliçan, ku të rinj e të moshuar u bashkuan për të festuar, për të qeshur dhe për të kujtuar kohët, kur loja me kapuqa ishte pjesë e pandashme e jetës së përditshme.